Ai u nis të shkonte në këtë betejë i motivuar shpirtërisht dhe fizikisht. Ai tashmë ishte në fillim të rinisë dhe në kulmin e energjisë. Nuk i kishte kaluar akoma të 16-tat. Madje mund të ishte më i riu në moshë ndër gjithë ushtarët, dhe ndoshta kjo ishte edhe betejë e tij e parë. Por, kur nisi betejë, vullneti i tij e shtynte që të përballej me idhujtarin më të ashpër dhe më të fortë. Mes idhujtarëve dalloi njëri që kur sulmonin ishte më i fortë ndër ta dhe kur tërhiqeshin ishte mbrojtësi i tyre. Kur vendoste të sulmonte ndonjërin nga muslimanët, shkonte dhe e vriste menjëherë. Bashkë me njërin nga ensarët ju drejtuan atij me armë në dorë dhe arritën ta kapin. Por në momentin e fundit ai thiri me zë të lartë fjalën e shpëtimit: La ilaha illallah. Ensari e tërhoqi shpatën e tij, kurse ai mendoi se thirrja e tij kishte për qëllim vetëm të shpëtonte nga tehu i shpatës. E si mund të ishte ndryshe kur muslimanët e vrarë nga ai ishin akoma të zhytur në gjak? Prandaj e goditi me heshtën e tij dhe e la të vdekur në vend. Pas kësaj, idhujtarët e humbën forcën dhe pësuan disfat. Erdhi lajmëtari tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke i dhënë si harriqin e fitores dhe duke i treguar rreth betejës dhe gjërave që kishin ndodhur gjatë saj. Ndër të tjera, ai tregoi edhe për lajmin e vrasjes së këtij personi dhe asaj që kishte thënë para se të vritej. Kjo gjë shqetësoi shumë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe kërkoi që Usameja të paraqitej para tij dhe i tha: O Usame, a e vrave dhe pasi tha La ilaha illallah? A i tha: O i dërguari i Allahut, a i e tha atë vetëm për të shpëtuar nga shpata dhe vdekja? I dërguari i tha: a ja hape vallë zemrën që ta dish nëse e tha atë për atë qëllim apo jo? Usame deshi t'ia shpjegonte të dërguarit të Allahut se ai person meritonte vdekjen për shkak të numrit të madh të muslimanëve që kishte vrarë dhe i tha: O i dërguari i Allahut, ai u shkaktoi shumë humbje muslimanëve. Ai e vrau filanin dhe filanin dhe i përmendi emrat e disa personave që i dërguari i Allahut i njihte, pasi ishin shokët e tij që i shite në xhaminë e tij dhe në rrugë. Pastaj ata ishin edhe ushtarët e tij që kishin dalë të luftonin nën flamurin e tij. Kjo ishte e mjaftueshme për prekjen e ndjenjave të profetit ndaj tyre dhe për ta zmadhuar krimin e atij që e kishte vrarë dhe se ai e kishte merituar vrasjen. Por i dërguari i Allahut i tejkaloi të gjitha këto duke thënë: Si do të bësh me fjalën La ilaha illallah kur të vi në ditën e Kiametit? Usame e kuptoi se i dërguari i Allahut nuk e pranoi as shpjegimin dhe as justifikimin e tij. Dhe kur e kuptoi gabimin e madh që kishte bërë ju drejtua profetit sallallahu alaihi wasallam, duke e pranuar gabimin dhe duke shfaqur pendes: O i dërguari i Allahut, kërko falje për mua. Usame priti që i dërguari i Allahut i thoshte Allahu të falt, por ai i përsëriti fjalët: Si do të bësh me fjalën La ilaha illallah kur të vi dita e Kiametit? Usame i tha përsëri: O i dërguari i Allahut, kërko falje për mua. Por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vazhdonte t'i thoshte përsëri: Si do të bësh me fjalën La ilaha illallah kur të vi në ditën e Kiametit? Usame u shqetësua aq shumë sa që në atë moment filloi të thoshte me vete: sikur të isha bërë musliman në këtë moment, që t'i fshiheshin të gjitha mëkatet e mëparshme nga hyrja në Islam dhe të shpëtonte nga pesha e këtij mëkati të madh. Gjurmët e këtij edukimi profetik mbetën të thella në ndërgjegjen e Usames radiallahu anhu, prandaj ishte edhe nga njerëzit që kujdesej më shumë në kohë provash që të mos i cënonte jetët e njerëzve nga frika se mes tyre mund të ishte ndonjë që dëshmonte La ilaha illallah. Aq i kujdesshëm tregoi Usame në këtë gjë, saqë edhe vet Saad ibn Ebi Vekasi radiallahu anhu, me gjithë moshën, gradën dhe pozitën e lartë që gëzonte, thoshte: Unë nuk luftoj kundër asnjë muslimani derisa ta shoh Usamen ta luftoj atë. Kjo ishte për shkak të kujdesit të madh që tregonte Usamja në këtë pikë. Salavatet më të ëmbla dhe më të sinqerta i dërgojnë mbi robin dhe të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që i mësoi dhe edukoi shokët e tij në formën më të mirë. 1. Në të rregjë vëmendjen mosha relativisht e vogël e Usames radiallahu anhu në këtë betejë. E të drejtë habit është si një djalë i ri në këtë moshë del vullnetar në këtë betejë me një vizion të qartë dhe objektiv të përcaktuar. Ai nuk ishte i friksuar.
sepse dalja në fushën e betejës ishte paraprirë nga përgatitja fizike, mendore dhe shpirtërore, derisa arriti grada të larta të sigurisë dhe shpresës tek Allahu i Madhërisëm, dhe në këtë mënyrë u aftësua për të hyrë në radhat e ushtrisë. Ky qortim profetik tregon dhe pjekurinë mendore të atij që i drejtohej në mënyrë që të mos shkojë në mendje se këtë fjalë profetike dhe me këtë mënyrë, duke ju drejtuar një adoleshenti rreth 16 vjeç. Madje mua më duket sikur të shoh të habitur kur e mësove moshën e Usames radiallahu anhu në këtë hadith që e ke mësuar shumë kohë më përpara. E gjithë kjo është një nga gjurmët e edukimit profetik që i ndërtoi dhe pajisi shpirtrat në formën më të mirë. 2. Po ashtu në të rregjvëmendjen edhe forca e mesazhit që përcjell ky komunikim dhe që është shenjtëria e jetës dhe moscënimi i saj pa të drejtë, sido që të jenë shkaqet dhe justifikimet. Qartësia e kësaj tek shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ua kishte mbushur shpirtrat me këtë, duke bërë pengesë të pakalueshme që i ndalonte ata nga rënja në këtë mëkat ose neglizhenca ndaj tij. Kjo duket qartë në këtë hadith, ku shohim se si burri nga ensarët u tërhoq me njëherë kur e dëgjoi fjalën e dëshmisë, megjithëse edhe ai e kishte parë të njëjtin gjë si Usamja, që ai kishte vrarë disa nga muslimanët më të mirë, dhe kjo e shtynte dhe e nxiste atë njësoj si Usamen. Por me të dëgjuar dëshminë e shahadetit, ai e tërhoqi shpatën nga ai dhe nuk e vrau, edhe pse kishte mundësinë ta bënte. Këtë gjë vërteton dhe fakti i përhapjes së lajmit derisa arriti tek profeti sallallahu alaihi wasallam bashkë me sihariqin e fitores. Madje edhe vetë Usamja ndjeu diçka brenda vetes menjëherë pasi e vrau atë. E gjitha kjo tregon se pejgamberi e kishte konfirmuar këtë koncept në mënyrë të qartë që nuk linte vend për mëdyshje në zemrat e sahabëve. 3. Usame ibn Zeid ishte nipi të dërguarit të Allahut, pasi para se të anullohej birësimi atë e quanin Usamja, djali i Zeidit, djali i Muhamedit. Edhe pas anulimit të birësimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lehtësoi që ta thërrasin atë kështu në shenjë dashurie dhe dëmshurie prindërore ndaj Usames radiallahu anhu. Madje ai e lënte fytyrën Usames me duart e tij kur ishte i vogël dhe thoshte: "Nëse Usamja do të ishte vajzë, do ta zbukuroja, do ta vishja dhe ta jepja nuse." Njëherë Usame u pengua dhe u rrëzua duke u gërvishtur në fytyrë. I dërguari i Allahut filloi t'ia thithë të gjakun në fytyrë dhe ta pështynte në tokë. Usame u rit dhe bashkë me të u rrit edhe dashuria e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam për të. Ai sa e dinin të gjithë se ai ishte i dashuri të dërguarit të Allahut dhe djali i të dashurit të dërguarit të Allahut. Por kur ai e bëri këtë gabim, i dërguari i Allahut e qortoi aq shumë, saqë mund kuptohet vetëm kur e krahason atë me pozitën e lartë që gëzonte Usame tek i dërguari i Allahut. E megjithatë e qortoi aq shumë sa e vazhdoi qortimin dhe pasi Usame e kuptoi gabimin dhe i kërkoi falje, duke ja përsëritur këtë fjalë: "Si do të bësh me fjalën La ilahe illallah kur të vi në ditën e Kiametit?" Ky takim mbaroi dhe Usame nuk dëgjoi fjalët që shpresonte ku i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam të kërkonte falje për të. Nëse do të kishte një njeri të vetëm që mund të përfitonte faljen e të dërguarit të Allahut për një gabim të tillë, ai do të ishte vetëm Usame ibn Zeidi. Pikërisht për këtë arsye, vendosmëria e treguar nga i dërguari i Allahut la gjurmë të thella tek ai. Ai sa Usame radiallahu anhu filloi të dëshironte sikur të ishte bërë musliman në këtë moment e jo më parë që t'i fshiheshin të gjitha mëkatet e mëparshme nga hyrja në Islam. Gjurmët e këtij qortimi mbetën tek ai gjatë gjithë jetës, aq sa kjo gjë dallonte atë nga të tjerët. 4. Analizimi i pozicionit të Usames radiallahu anhu hap dyer të tëra justifikimesh dhe llojesh të ndryshme shpjegimesh për atë që kishte bërë. Usame kishte vrarë atë person në fushën e betejës, ndërsa ai ishte duke luftuar përballë tij në radhët e idhujtarëve, madje duke u shkaktuar muslimanëve shumë humbje jetësh në betejë. Kur Usame pa se si disa nga shokët më të mirë të dërguarit Allahut po binin dëshmor nga shpata e këtij personi, dhe se ishte pikërisht ky person që i mbështeste dhe i mbronte më shumë idhujtarët, Usame arriti që ta nënshtronte atë. Ndërkohë që gjaku i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte akoma i freskët në rrobat e tij, kur e pa veten ngushtë dhe pa se po i vinte vdekja, atëherë për të shpëtuar tha dëshminë e shahadetit: La ilahe illallah. To rrethana tregojnë se ai e tha atë vetëm për të shpëtuar nga vdekja dhe nuk e tha atë me bindje dhe me besim të vërtetë. Megjithatë, në këtë rast të përrejmë se i dërguari i Allahut i mbylli dyert e këtyre shpjegimeve dhe justifikimeve, duke bërë të qartë me anë të një qortimi të ashpër se atë që ka brenda zemra mund ta gjykojë vetëm ai që e di të fshehtën. Ai ja hape vallë zemrën që ta dish nëse e tha atë për qëllim apo jo. Kjo tregon se të gjitha këto shpjegime dhe justifikime, edhe pse ishin shumë afër realitetit,
ishin refuzuar dhe kishin mbetur vetëm rregullit themelor që është shenjtëria e gjakut pafajshëm. Shkak për këtë është se hapja e derës së shpjegimeve, komenteve dhe justifikimeve në këtë çështje është shumë e rrezikshme. Nëse hapim këtë derë, atëherë shpjegimet, komentet dhe justifikimet do të vinë njëri pas tjetrit derisa të hyjnë dyshimet, akuzat dhe epshet, gjë që e kemi parë me sytë tanë tek ata që kanë hapur qoftë edhe një vrim te kjo derë. Kjo vrim është hapur dhe zgjeruar derisa është bërë derë nga ku kanë arritur tek lejimi i cënimit të jetës dhe gjakut muslimanëve, duke u bazuar edhe në dyshimin më të vogël. Nuk besoj se ai që e ka filluar këtë gjë ka menduar se përfundimi do të jetë ky, por pasojat e mendimeve dhe ngjarjeve që sjellin njëra tjetrën dalin jashtë kontrollit. Por tradita profetike e ka mbyllur derën e shpjegimeve dhe komenteve në çështjet e gjakut dhe i ka mbyllur rrugët e tyre, duke mbajtur çështjen e gjakut në origjinën e saj të shenjtërisë dhe paprekshmërisë, pa lënë vend për asnjë më dyshje. 5. Nëse ky qortim profetik i fortë dhe i ashpër është bërë ndaj atij që ka vrarë, që e tha fjalën La ilaha illallah vetëm në momentin e fundit të jetës nga frika e teut të shpatës, o për ata që vriten ndërkohë gjatë gjithë jetës së tyre, nuk kanë njohur fjalë tjetër përveç fjalës La ilaha illallah. O Allah, na mbaj brenda hapësirës së fesë tënde, sepse njeriu gjendet brenda kësaj hapësire për sa kohë nuk ka cënuar gjakun i jetën, që është e shenjtë.